çka na ka inspiru për me u bë pjesë e këtij programi, na ka ofruar mundësinë për me nda punën tonë me një audiencë më të gjerë, me nxit bashkëpunimin mes njerëzve që kanë për pasion shkencën edhe inovacionin, edhe gjithashtu me tregu se si shkenca mundet me u ndërlidh me sfidat e përditshme edhe me ofru zgjidhje të ndryshme për mjedisin tonë. Ideja dhe fokusi ka qenë në krijimin e një filamente nga shishet e plastikës. Padyshim që procesi ka qenë i gjatë për shkak se ka përfshirë disa hapa të njëpasnjëshëm, duke filluar prej grumbullimit edhe klasifikimit deri te pastrimi i shishave të plastikës, e të cilat janë prerë dhe janë shndruar në një shiret, ku ky shiret është shkrir në një temperaturë të kontrolluar në pajisje të posaçme dhe ka qenë i gatshëm për përdor si filament. Gjatë këtij projekti ne kemi mësuar rreth proceseve të riciklimit, teknologjisë printimit 3D edhe mënyrave të ndryshme se si mundemi me manipulu me materiale plastike. Ne e dim se plastika zakonisht përfundon si mbeturin, por në rastin tonë është ripërdor për të kriju diçka me vlerë për arsimin. Seti i modeleve 3D i përmban atomet të karbonit, hidrogenit dhe të oksigjenit, përmes të cilave pastaj nxënësit mund të ndërtojnë struktura që i përkasin kimisë organike. Më konkretisht atyre të alkaneve, alkoleve dhe izomerave të tyre. Përdorimi i tyre ndihmon shumë në kuptimin e lidhjeve, të cilat krijohen ndërmjet atomeve, që në shumicën e rasteve është shumë vështirë të imagjinohen pasi që i takojnë nivelit submikroskopik. Përpas kësaj, ora mësimore do bëhet shumë atraktive, më logjike, si dhe besojmë se do e nxjisë kurrështin e nxënësve për rëndësinë që ka riciklimi i plastikës. Më e mira tjetër e këtij seti është përdorimi i vazhdueshëm i saj, meqense modelet e ndërtuara janë të qëndrueshme dhe mund të ruhen shumë lehtë.